Keni tension të lartë. Një gotë nga kjo pije ul tensionin në kohë rekord. Jasi ta përgatisni. Hipertensioni konsiderohet si një nga problemet kronike më të zakonshme që prek miliona njerëz në mbar botën, duke rritur kështu riskun për sëmundje kardiovaskulare dhe goditje në tru. Edhe pse një dietë e shëndetshme dhe ushtrimet fizike janë thelbësore për menaxhimin e presionit të gjakut, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekzistojnë pije të caktuara të cilat, sipas kërkimeve shkencore, mund të kontribuojnë në trajtimin e hipertensionit. Sipas Healthline, këto janë pijet më të mira ushqyese që mund t'i shtoni në dietën tuaj ditore për një menaxhim më të mirë të problemeve të hipertensionit. Çaji është një nga produktet më të rëndësishme ushqyese, i cili shumë mirë mund të shtohet në dietën tuaj ditore dhe të jetë gjithashtu një lehtësues i problemeve tuaja të hipertensionit. Çaji i jeshil ose ai i zi janë të pasur me polifenole, element këto të cilat sipas ulluntimeve duket se kanë efekte në uljen e hipertensionit. Arsyeja pas kësaj është veprimi i antioksidantëve dhe vazodiluesve të këtyre pijeve, i cili kontribuon gjithashtu në rregullimin më të mirë të luhatjeve të hipertensionit në organizëm, duke i renditur ato si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në betejën kundër hipertensionit. Çaji i jeshil madje duket se ka më pak efekte negative në shëndetin tuaj. Megjithatë, shkencëtarët rekomandojnë kujdes ndaj konsumit të tepërt për shkak të kafeinës që përmban. Sidoqoftë, gjëja më e kujdesshme mbetet gjithashtu edhe udhëzimi i mjekut. Një tjetër produkt fantastik për personat që vuajnë nga hipertensioni është gjithashtu edhe lëngu i shegës. Lëngu i shegës është i pasur me antioksidantë dhe shumë studime tregojnë se ai zvogëlon problemet e hipertensionit duke përmirësuar funksionin vaskular dhe duke zvogëluar stresin oksidativ. Lëngu i rrushit gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat të cilët vuajnë nga problemet e hipertensionit. Ai është i pasur me polifenole dhe sipas ulluntimeve ka efekte pozitive në uljen e presionit të gjakut, kryesisht për shkak të vetive të tij antioksiduese. Përfitimet e tij janë më të theksuara krahasuar me lëngje të tjera, por prapë konsiderohet si një pije e dobishme. Qumshti gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat të cilët kanë luhatje të hipertensionit. Qumshti pa yndyr është një burim shumë i mirë i kalciumit, kaliumit dhe elementeve të mirë të proteinës. Lëndë këto ushqyese që sipas studimeve mundet të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të hipertensionit dhe studimet i kanë lidhur këto edhe me përfitimet më të mira ushqyese që mund të ndikojë qumshti në dietën tuaj. Nëse vuani nga hipertensioni, hidratohuni si duhet për të parandaluar krijimin e komplikacioneve në organizëm. Edhe pse pijet e mësipërme konsiderohen si aleate të rëndësishme në uljen e hipertensionit, ekspertët theksojnë se uji mbetet gjithmonë zgjedhja më e mirë për hidratim. Me përfitime të shumta për trupin tonë, hidratimi është gjithashtu thelbësor për shëndetin e zemrës dhe rrjedhimisht në menaxhimin e qetë të hipertensionit. Hidratimi nuk ka përse të jetë i ndërlikuar. Disa këshilla që mund të promovojnë përfshin: mbani gjithmonë me vete një shishe me ujë dhe ndiqni rregullin e thjeshtë. Mos e lini të zbrazët më shumë se gjysmë përpara se ta mbushni sërish. Nëse nuk ju pëlqen uji i thjeshtë, shtoni copat e frutave ose feta limoni. Gjithashtu hani gjithmonë ushqime të cilat ju mbajnë të hidratuar dhe mbi të gjitha do të përmirësojnë ndjeshëm sistemin tuaj imunitar. Tensioni i lartë i gjakut mund të bëhet një problem serioz nëse nuk keni kujdes. Shpesh i kushtohet pak kujdes pijeve dhe si ndikojnë ato në këtë gjendje. Por mos harroni të konsumoni më shumë nga këto 3 pije të mëposhtme, të cilat jo vetëm që do të ulin tensionin, por edhe ulin riskun në lidhje me probleme të tilla si tonel thyroid. Tensioni i lartë i gjakut, që njihet ndryshe si hipertension,
Mund të cilësohet gjithashtu si një vrasës i heshtur për shkak të zakonit që nuk ka simptoma. Nëse gjaku shkon me forcën e enët tuaja dhe rrit rrezikun e sulmit në zemër dhe në tru, atëherë krijohen edhe komplikacione në rrjedhje me shëndetin dhe imunitetin. Fatmirësisht ka disa pije të njohura që ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të hipertensionit dhe riskun lidhur me këtë gjendje. Qumshti me pak yndyrë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në situatën tuaj. Qumshti me pak yndyrë ka shumë fosfor, kalium dhe kalcium, të cilat janë thelbësore dhe luajnë edhe lëndët ushqyese që lidhen me nivelin e hipertensionit. Qumshti me pak yndyrë është i fortifikuar me vitaminën D, një vitaminë që rregullon tensionin e gjakut. Sipas një studimi të revistës britanike Nutrient, duhet të ndryshoni qumshtin me yndyrë të plotë në qumësht me pak yndyrë për të ndihmuar kështu në menaxhimin më të mirë të tensionit të gjakut, citoi studimi. Arsyeja është se qumshti me yndyrë të plotë përmban sasi të konsiderueshme të acidit palmitik, i cili mund të bllokojë relaksimin e enëve të gjakut, duke lejuar që gjaku gjithashtu të rrjedhë lirshëm. Arterje që qëndrojnë të shtrënguara dërgojnë gjithashtu një presion të lartë të gjakut, citojnë autorët e studimit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të ndihmojë në menaxhimin e situatës suaj është gjithashtu lëngu i shegës. Lëngu i shegës, si qumshti me pak yndyrë, është një aleat i mbushur me kalium dhe lëndë të tjera ushqyese për zemrën, që kanë 3 herë më shumë antioksidanë se çaji i gjelbër dhe vera e kuqe. Sipas studimeve të vitit 2017 zbuluar se duke pirë lëngun e shegës mund të reduktoni ndjeshëm presionin tuaj të gjakut, citon revista Nutrient. Një ndër studimet tregoi se pirja e lëngut të shegës përmirëson presionin sistolik të gjakut pavarësisht sa jave konsumoni atë. Çaji është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për ata persona që vuajnë nga problemet e hipertensionit. Në një studim të publikuar në The Archive of International Medicine, studiuesit kanë shikuar për ndikimin e çajit në pirjen e tij në dekada dhe riskut gjithashtu të tensionit të lartë të gjakut në 1507 burra dhe gra që kanë jetuar një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Ekspertët tregojnë se përfshirja e çajit në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të hipertensionit dhe gjithashtu sigurimin më të mirë të anës tuaj shëndetësore. Studiuesit kanë cituar gjithashtu se përfshirja e çajit të duhur në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv kundër këtyre komplikacioneve. Nëse jeni një person që vuani vazhdimisht nga problemet e hipertensionit, mos pini alkool, vetëm në këtë mënyrë do të rriskoni më pak nga problemet e hipertensionit. Të pish rregullisht shumë alkool mund të rrisë presionin e gjakut, citon Instituti Shëndetësor Britanik. Qëndrimi brenda niveleve të lejuara është mënyra më e mirë për të reduktuar riskun nga tensioni i lartë i gjakut, thot Instituti i njohur britanik. Niveli rekomanduar si për burrat ashtu dhe për gratë këshillohet të jetë nga 14 njësi alkooli në javë. Nëse përdorni më shumë se 14 njësi, atëherë do të riskoni më shumë të vuani nga problemet e hipertensionit. Hipertensioni është një problem i cili duhet të menaxhohet me patjetër, dhe për ta menaxhuar më mirë këtë problem, mos harroni të merrni medikamentet që ka përshkruar mjeku juaj. Nëse jeni diagnostifikuar me hipertension dhe merrni medikamente, është e rëndësishme t'i merrni ato kur dhe si duhet. Edhe nëse ndjeni shumë të lodhur kur të hapni shishen e ilaçit, mos e lini atë për ditën tjetër. Vetëm në këtë mënyrë do t'i ofroni shëndetit tuaj një ballafaqim më të mirë me problemet kundër këtij shqetësimi. Praktikoni meditimin dhe qetësimin e mendjes, që do ju ndihmojë ndjeshëm në menaxhimin e situatave tuaja stresuese. Sjellja e qetësisë mendore ndikon edhe në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të hipertensionit. Shmangni ushqimet tepër të kripura. Nëse keni uri përpara se të shkoni për të fjetur, shmangni ushqimet e kripura si patatinat, supat e gatshme dhe të gjitha ushqimet që përmbajnë edhe një mënyrë të procesuar të tyre, pasi vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë menaxhimin e problemeve të hipertensionit. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.